Për që ta, populli thot mos ta ndërprej armiku fjalën. Ne na kanë ndërprej po që fitum, hapet për vazhdoj. Po, dhe na falëndeshëm që edhe kështu të kjeri nuk burr. Në erkofshi. Çka ke po kështu po i ri? Që ke mojt veten. Pa unë ku e marr pi burgut s'dim do këtë kanë qitë pak skenat, kom thonë se çelë zona me presidentin për me shkurtu luksin. Do shta me bo diçka për ta më doket. Inshallah e ka qitë edhe asaj mirë sikur mua. Bravo, strategji. Edhe e kom posën edhe general Kudu Selamën në emision edhe tha kur ju ka vizitu në Hog, tha ata burra e mojt fort, bile tha ata më kanë dhënë motiv mua, edhe që ka e vërteta e fjalës ti. Domthon pas ke orti sonte më na motiv neve, jo naty. Kudu Selamën nuk është person që fol për Allah dhe fol për shefet kuj, plus e ka dokumentuar ato që ka fol Shërban, uroj edhe besoj edhe më shumë i sigurt që ashtu ndij edhe ashtu ka qenë. Bravo, vërtet. General kishim menduar që edhe pas asoj lufte çlirimtare të Kosovës, edhe pse ju e keni pas nonën ju NATO-n, ti do të jesh në bankën e të akuzuarve. Është e rëndë për një çlirimtar. NATO është ende nonën tonë. NATO prishet vetëm nëse ne dojmë u prish. Por NATO nuk ka më prish kur edhe ata që kanë qëllim me na prish s'kan më mujt me na prish, kështu që mos punojnë kot. Jo. Ja, kot jo. Momenti por në Hog ku shkuve. Çka ndodhi si shkuve? Si u ndjeve? E di që s'ke pas kontakt me familjen niku. Me ato jam mësuar për me familje për këto për mua nuk kanë sakrificë më. Qysha, unë jam një krenar dhe besoj që kam rri ato me u tregu se në shtetin ton dhe në lirin ton djem të lusë respektojnë rendin, kushtetutën e shtetit e vetë, policinë e vetë dhe shtetin e vetë. Sot ai shtet që është i brisht e ka e tregu qytetar ndaj të hujve. Prandaj unë mendoj që e kom kry rastin ku s'kom pranu më dorëzu me ta, s'kom pranu vetëm policia me më qu dhe shka ma karakteristike mu asni prangë nuk mu ka qitë dejmë ka nështi teritorin e tyne. Jo, a? Asni prangë. As policia janë ku anë, ata kemë të interesun me s'me me qitë, po nuk me kanë qitë, as ata s'kanë mujtë me qitë, këshin mujtë me qitë, nuk thom tash që unë e ku bo për të rëmi, po unë më rrina me aty ku ata s'kanë mujtë me qitë pranga. Normal që ti ku dërzohesh pas taj aty, normal që i krynë, atër ata i kanë krynë procedurat e veta. E ke pozi fjallin të fëqeshëm në Hog? E ke thonë studiot teme që ato të njëjtin e ke thonë në Hog? E kom pas... Nuk kom vëro sa kom mujtë. Unë mendoj që kjo nuk o mendimi jemi. Unë mendoj që o mendimi i gjithë shqiptarëve dhe atyne që s'kon luftë. Që me të vërtet s'kanë mujtë me bosh sa kanë pasje. Bravo. Që ke ka po krenarë shqiptarë të? Unë mburrëm, familja me mburrët, nëse pak a shumë, ko mujtë me bo krenarë. Kërdit, bravo, dhe të kitje, për generali së është figurë markonte për besaj dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës, sepse është edhe unifikus shumë. Edhe atje në Hog sa konën e kom dëgju që është mënu krejt ata që kanë qenë luftë mi bo bashkë. Po ne ishim bashkë, politika... Të bendimit o fjolla. Politika harrun ka pak, unë donë në atë kuptimin, populli se ka prit ashtu se donë, mo ja që politika është qështu. Politika ka atë emnin e vetë që s'po du mja përmen, po ne ishim bashkë në luftë, shqiptarë din mu bashkë ku të zori, shqiptarët e vetë mja gjatë që du të me mësu që më konë bashkë ku që në shlirë. Që ku je bashkë, ku je shlirë, zori nuk vjen kur. E vërtet. Edhe besoj qoftë i përfundun kohënat kur shqiptarët bëhen bashkë ku janë në zërë. General, këtu do më thonë ka pas një protestë fuqish me liria e ka emër, besoj e keni po dhe ju atje, keni pas mundësi me po në shta ju kanë lonë ata? Në atë kohë pa të mëri me pas televizion, gjaja që në ka bo shumë krenar, gjaja që në ka dhonë motiv, gjaja që nuk i kemë ra pishmon për ato që e ke bo, se kishim ra pishmon as për atë punë, se më kënë të përgatitur edhe për ma kesh, po që në ka një dhe në ka dhonë vullnet, që është asisan kjo punë është pikrisht ato protesta që në bo këtu dhe në bo një kosirta në Hog. Por në Hog i kanë impresionu edhe vetë punëtorët e mbranshme që ke pasna. I ka qudit, i ka befasu, dhe po të thëmë, nëse ndojherë kam pasë rruje aty, që në gardian, që ka thonë, nëse ndojherë kisha menu me në rrugë kombit tamë, se popujtjerët janë shumë nacionalista, apse duke në dëbut, janë bilet shumë ekstremista, apse duke në dëbut, ata din mu kesh me zërë, nëse kisha në rrugë kombin e herë, më ka thonë kisha në rrugë shabo shqiptarë. Bravo. General, ti sigurisht kenajt be Hashimin Hog, presidentin me Regjën, me gjitha tjetë, dhe më thonë, po e ki një moment një rast kër e ka zënë që doktorit, dhe më thonë, s'ka orë i ka dhimë të dhomi të Salit, Sali Mustafës edhe nuk ka orë dhe të na mëndej Hashim thot që jo është nërvëzu shumë edhe, që keni posh kushtet fakt atje? Mos të harrojmë, Hashim thot që nuk është president pa hiri,
As kryeministës së kompajiri, As Pahiri, kryeministër. as kryetari i drejtorisë politike. Nuk e kanë burgos as Pahiri. Hashim tha që jo luftar. Hashim tha që ka ditë me udhëheq luftë. Hashim tha që ka shpirt luftaraku dhe normal që kupton nevoja tregon sa herë don për kundër njerëzve që mendojnë a vjen tash për Ka çish ke si ta ota se shkon moment shumë interesant.